Për të gjithë ju që nuk ju shkojnë gjërat mirë në jetën personale dhe në jetën e biznesit, të parave, në marrëdhënie me partnerin, me parat dhe me njerëzit e familjes, me shoqërinë, shikoni që keni një bllokim. Kjo do të thotë që energjia juaj është e bllokuar. Shpesh kjo energji na bllokohet nga njerëzit që nuk duan të mirën tonë. Shpeshherë është një sy i mirë apo i keq, një zili, një xhelozi, që ti je më i mirë, ke diçka më shumë se ai, dhe thjesht sepse ti ke diçka që nuk e ka ai person. Shpeshherë shumë njerëz duan të bllokojnë energjinë me dashje ose pa dashje, duke shkuar në persona që ti këndojnë dhe në rituale më të thella, në magji më të fortë dhe të zezë, për t'i bllokuar këta njerëz. Shpesh për të ndarë një çift, shpesh gjoja për të bashkuar, shpesh akoma dhe kurdo një person dhe shkon tek njerëz që bëjnë gjëra të këtilla rituale, gjoja është për të bashkuar, gjoja është për të qenë bashkë. Të gjitha këto janë magji dhe quhet magji e zezë. Pse? Sepse ti ke hyrë në energjinë e tjetrit, në atë që ai nuk të ka dhënë leje të bësh gjë për të. Sot dua të t'jap një lajm të mirë. Në qoftë se dhe ti ke shkuar në ndonjë vend në kohën e trishtimit, të hidhërimit, që do një person, ose je ndarë, ose ke dhe fëmijë, ose s'të shkojnë gjërat mirë, dhe ke shkuar, akoma dhe duke parë letra, akoma duke parë dhe filxhan dhe shumë të tjera, të dish që kjo energji të ka bllokuar energjinë tënde. Ndaj, je shkaku i një sëmundje, shkaku i sherreve shamatave, i gjërave që së vinë barë dhe shumë të tjera. Gjithashtu, do kesh pengesa dhe në biznes, dhe në punën tënde, dhe në jetën e përditshme. Në qoftë se dhe ti që më dëgjon dhe më shikon në këtë moment, dhe do që të mësosh dhe të pastrosh energjinë negative, që nga syri i mirë apo i keq, zilia, xhelozia, mallkimet, magjitë dhe gjithçka tjetër, mundesh të marrësh pjesë në trajnimin që kam në datën 8 nëntor, në orën 5 bazdite, do më thënë 17 me 19 me orën e Shqipërisë, për pastrimin e energjive personale, do më thënë të vetes tënde, dhe në fund të trajnimit do marrësh dhe Celsin, që jo vetëm ti shikosh kush të bllokon energjinë, por në të njëjtën kohë ti që të marrësh Celsin tënd, që të bësh dhe ti që atje tutje pastrimin tek vetja jote. Mos të shkosh në asnjë vend tjetër, sepse ti mund të bësh çdo gjë. Dhe mos ngatrosh energjinë në ato që ke vajtur ose që vete. Do t'i flasim të gjitha në datën 8. Por, gjithashtu, në datën 8, nga ora 20 me orën e Shqipërisë deri në 22, do bëjmë dhe pastrimin, do mësoni si ju të merrni Celsin të bëni pastrimin e shtëpisë tuaj nga energjitë negative, gjithashtu dhe të bizneseve tuaja. Do t'ju jap atë sekretin, atë Celsin që mundet ta bëni edhe ju në shtëpitë tuaja. Çfarë do keni për atë ditë? Do keni një qiri të bardhë, kripë deti, ujë për të pirë, blok për të shkruar dhe silolaps. Dhe një lulë ose një trëndafil që ta keni atë ditë me vete. Tani, për të gjithë ju që doni vetëm pastrimin personal, më shkruani, rezervoni vendet, sepse sot është data 6 dhe nuk kemi kohë. Dhe më shkruani në privat për informacione të tepërta. Kurse
ju që doni të bëni shtëpinë dhe biznesin, për mua duhet t'i bëni që të dyja trajnimet, dhe kush do t'i bëj që të dyja ka një ullje çmimi këtu, dhe këtë do t'a bëni një herë dhe do t'a përdorni vetë çdo herë, sepse unë bëj pastrime shtëpie, biznesi, punoj me stafin, akoma me njerëzit e shtëpisë, me tërë sistemin e familjes, por është ndryshe ta bëj unë, dhe ndryshe që ta mësosh dhe ta bësh ti. Në qoftë se të intereson, vetëm personalja më shkruaj, në qoftë se duhet për mua t'i bësh të dyja dhe të shtëpisë, dhe në qoftë se ke biznes se s'bën, që të hapet ajo fusha e biznesit tënd, të kesh punët, të kesh klientët, dhe ata që punojnë të kënaqur dhe ti i kënaqur, gjithashtu dhe klientët që të vijnë tek ty. Prandaj, data 8 nëntor është dita e përshtatshme që ti të marrësh energjinë tënde në duart tënde, dhe të gjitha do t'i mësojmë atë ditë në datën 8 në trajnimin që në qoftë se dëshiron të marrësh pjesë. Ju falenderoj, numrin e keni të shkruar gjithmonë nëpër videot, mund të shikoni dhe mund të më shkruani në Viber, në Telegram dhe në WhatsApp. Numri është 0030 699 321 4637. Gjithçka mund të bëhet nga ju, por me një drejtim që të mësoni dhe mënyrën e vërtet të drejtë, duke mos u zhgënjyer edhe duke mos dhënë shumë para në për njerëz të tjerë dhe duke mos patur rezultate. Dhe do t'ju them të gjitha sekretet pse nuk keni patur rezultate deri tani. Dhe ky trajnim është për guximtarët. Dhe ju që keni vajtur në për këto vallëzoret, në për këto magjistricat dhe hoxha shumerë, s'ka gjë, të gjitha ato do pastroheni një nga një si persona, po do mësoni dhe sekretin që si ju ta bëni pasaj më tej për vetë, dhe nuk do kesh nevojë as hoxhën, as priftin, as një njeri tjetër. Ju falenderoj dhe ju mirëpres, rezervoni vendin tuaj dhe më shkruani për më tepër për informacionet çfarë tjetër duhen bërë.